Operacioni me rrezikshmëri të lartë shoqërore i koduar Enigma u zhvillua sot brenda një restoranti në gjirin e Lalzit dhe vu në pranga 7 shtetas, 3 prej tyre të kërkuar dhe me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Mes personave të arrestuar është edhe Xhevdet Plaku, i njohur si Akili, i cili po darkonte së bashku me 6 personat e tjerë. Gjatë operacionit u sekuestruan 4 armë zjarri pistoleta, 3 prej tyre me fishek në fole gati për shitje, shumë aparash dhe sende që do t'i shërbejnë hetimit. Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, drejtues Wilson Bala, në një konferencë për shtyp, tregoi detajet e operacionit policor të koduar Enigma. Ditën e djeshme, strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës kanë siguruar informacione në rrugë operative se disa shtetas në kërkim me rrezikshmëri të lartë shoqërore ishin në ambientet e një restoranti në gjirin e Lalzit, ku dyshohej se shumica prej tyre ishin dhe të armatosur. Bazuar në këtë informacione, në analizën e riskut, lindi nevoja për përfshirjen në operacion të Drejtorisë Forcë Posaçme Operacionale. Në kuadër të operacionit, me masa të larta sigurie, shërbimet policore ndërhyjnë në mënyrë të befasishme në ambientet e restorantit ku ndodheshin personat. Nga verifikimet paraprakë rezultoi se te tavolin ishin ulur 7 shtetas, ndërmjet tyre 3 të kërkuar me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe konkretisht. Xhevdet Plaku, rreth 45 vjeç, banues në Durrës, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga zyra qendrore kombëtare Interpol Romës, pasi gjykata Breshës, Itali, ka lëshuar ndaj tij urdhër arrestin për kryen e veprës penale trafikimi narkotikëve. Flobenc Meqja, alias Gega, alias Drini, 43 vjeç, banues në Shkodër, i shpallur në kërkim nga SPAK, pasi gjykata e shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, në muajin korrik vitit 2024 i ka caktuar masën e sigurisë arrest në Burg për kryen e vepra penale, organizat kriminale, kryer veprës penale nga grupi strukturuar kriminal, sigurimi i kushteve i mjeteve për të kryer vrasje. Voltan Xhani, 39 vjeç, lindur në Përmet, rezident në Holland, person i cili në muajin shtator vitit 2024 ndaj tij gjykata e shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër ka caktuar masën e sigurisë arrest në Burg, si i dyshuar për kryen e veprave penale, trafikimi mjeteve motorike, kryen bashkëpunim, sigurimi i kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje në funksion të hetime për zbardhjen dhe dokumentimin ligjor të vrasjes me armë zjarri të shtetasit ER, ngjarje ndodhur në qytetin e Shkodrës. Gjatë këtij operacioni janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale shuma, parash, euro dhe sende të tjera të cilat shërbejnë për dokumentimin e aktivitetit kriminal të këtyre shtetasve.